Përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni të gjithë shumë mirë. Kam në dorë një raport vlerësimi psikologjik që është bërë djalit tim të mitur nga një psikologe e cila quhet Redina Balla, psikologe klinike, licenca numër 7, pa dijenin edhe pa miratimin tim si nën. Me ligj edhe me kod etik të punës psikologëve, që të intervistohet një i mitur duhet kesh miratimin e të dy prindërve ose një vendim gjykate që detyron të ushtrosh këtë veprim. Zonja Redina Balla nuk ka patur asnjë nga të dyja. Ka intervistuar tim birë pa dijenin e nënës edhe pa miratimin e nënës. Dua të theksoj që në këtë raport, ky raport nuk më dëmton mua në asnjë lloj forme, nuk përmendem unë, nuk ka të bëjë me mua. Mua më ka ardhur në dorë jo ditën e djeshme, ditën e pardjeshme, nga rrugë zyrtare nëpërmjet gjykatës shkallës parë Tiranë. Dhe këtë e theksoj sepse nuk është ky qëllimi pse e bëj unë këtë video. Ditën e nesërme do të depozitoj pranë urdhit psikologut ankesën time, posaçërisht ndaj organit të Komisionit Etikës, ndaj zonës Redina Balla, dhe do kërkoj gjithçka që është në ligj edhe në kod etike kundër kësaj psikologe, e cila për mua ka bërë një shkelje flagrante dhe të tmerrshme, të cilën unë si nën e quaj abuzim. Abuzim me fëmijë të mitur dhe me kompetenca që ligji edhe kodi etikës i ka dhënë. Tani pse e bëj publike këtë gjë? Kur kjo situatë më ka ndodhur mua me këtë zonjë e cila ushtron këtë profesion, edhe unë jam njëri me shkollë, i njoh institucionet, i njoh ligjet, i njoh të drejtat e mia, kam një emër publik. Imagjinoni çfarë mund ndodhi me fëmijët edhe me prindrit që nuk kanë backgroundin që kam unë. Do doja shumë të bëja thirrje komunitetit shkëlqyer psikologëve dhe psikoterapistëve në Shqipëri, një profesion që unë e quaj mision personalisht, kam shumë respekt dhe shumë prej tyre i njoh edhe gëzoj respekt të plot, por fatkeqësisht veprime të kësaj zonje, duke shkelur dhe shfrytzuar kompetencat që i ka dhënë ligji edhe profesioni, shtojnë edhe ushqejnë stigmatizimin që shoqëria shqiptare ka kundrejt jush. Në këto 6 muaj dua të them që në situatën time personale jam hasur me njerëz që kanë bërë punën e tyre, kanë qenë profesionistë, nuk kanë bërë as më shumë, as më pak se ç'thot ligji. Në disa prej tyre kam hasur shumë empati, shumë qytetari, në disa të tjerë fare, po të shënë si ka, rëndësishme është të jenë në rregull me ligjin. Por kam hasur dhe nga ata që kanë pasur bën me mua në mënyrë drejt për drejt, apo dhe si kjo zonja në mënyrë të tërthort, duke dëmtuar sipas meje mua edhe fëmijën tim, që bëjnë këto shkelje. Dua vetëm të them që unë do ndjek ligjërisht çdo njeri, ligjërisht dhe mediatikisht çdo njeri që abuzon, që dëmton dhe që shkel mbi parimet e të drejtës, mbi ligjit, edhe me gjithçka që mua si prind, si qytetare, si njeri më takon. Edhe ky nuk është fare as shantazh, as kërcënim, është vetëm vënje ndjeni.